Mendoj që deri diku ka qenë një fillim I mirë për ne. Tashni I shkëlqyer çdo them sepse I shkëlqyer po të kishim marrë 5 fitore, por deri diku është një fillim pozitiv. Pasi momentalisht jemi edhe në vend të parë, por deri diku jemi të kënaqur, domethënë me këtë fillim sezoni. Është e vërtetë që jeni bashkëkryesues me Vllaznin. Humbja me Vllaznin në dek, ju djeg sa do pak. Tani futbolli I tillë është, nuk është se na djeg sepse kampionati është I gjatë. Okej, është një humbje me një rival direkt, por duke parë dhe skemen që është të vit që ne kemi edhe 3 ndeshje të tjera në kampionat, që do kemi atë mundësinë që ti mundim në ndeshjet përballet e tjera që ne do kemi me atë. Por ne shohim përpara, nuk është se ishte një humbje, kaq, asgjë më shumë. Skuadra, bashkëpunimi, konkurenca, familja, si duket në këtë fillim të sezonit? Mendoj që çdo gjë po shkon në mënyrën më të mirë të mundshme, kemi një harmoni si gjithmonë, si domethënë këto 2-3 vitet e fundit, kemi një grup të plot, çdo gjë po shkon në mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe një herë më nota me përvojën tënde prej kaq vitesh të suksesshme, për mos thënë një përvojë model për Shqipërinë apo një përvojë allanesta për shqiptarët, me çfarë sinjë shkoni në përballjen e kësaj jave me Elbasanin si futbollist, si kapiten skuadre apo trajneri në fushë Ignatia, si la personi? Tani Elbasani është një ekip për tu respektuar, është një ekip I madh, ka një tifozëri të zjarrt. Ne e dim që do jetë na pret një ndeshje vështirë, por mos harrojmë që jemi ekipi kampion, kemi një grup mjaft të mirë këtë vit dhe dihen që synimet tona janë gjithmonë për të marrë maksimum çdo ndeshje. Pa rëndësi ka kush është kundërshtari I radhës, për ne domethënë gjitha ekipet janë njësoj, kanë atë dhe shkojmë për të marrë fitore normalisht. Ne kemi pësuar, Ignatia ka pësuar 5 gola në këtë fillim kampionati. Mbrojtja është pika më e fortë e saj, ka treguar gjatë gjithë vitit kaluar dhe jo vetëm vitit kaluar. Kemi një mbrojtje të shkëlqyer me shumë futbollistë, me shumë konkurrencë, duke filluar nga djatha më të pa nga Irama, pastaj Dylis, pastaj Malota, pastaj Xhemali, vin Ndreca, vin dhe Alievi nga krau tjetër. Me një Alex nga më të mirët në kampionatin shqiptar. Ka ndonjë vend për përmirësim, ka ndonjë apo ish në rregull? Tani siç dihet gjithmonë ka vend për përmirësim në futboll. Po ti marrim këto 5 javë të para, okay, ishte një ndeshje jo për ne ajo me Vllaznin, por po të marrim katër ndeshje të tjera, ne kemi pësuar vetëm 2 gola. Kështu që deri diku do e quaj anë pozitive, domethënë për ne, po flasim për repartin e mbrojtjes, por dua të siguroj që këtë vit si vitet më parë mbrojtja do jetë një nga pikat më të forta të Ignatis. Na sa ke parë në këtë fillim kampionati në përvojën që ke njohur si mirë edhe I shumë skuadrave duke luajtur, kontribuar. Kush mendoni natyrisht pas Ignatias mund të jetë rival për titull? Unë këtë vit mendoj që do jetë Ignatia, Partizani, Vllaznia, do fus edhe Dinamo këtë vit, që do jenë 4 ekipet për mendimin tim që do shkojnë, por pa harruar normalisht dhe Tiranën, apo mbetet për të parë edhe Elbasani, pasi këto javë të para ka bërë mjaft mirë, që ngjelet për të parë. Ka një problem, media javën e kaluar dhe pastaj kryqëzuan, por u desh fitoria me Bylysin që të kuptoni që Ignati është këtu, Ignati është gati dhe s'ka asnjë gjë për të thoshja. Transferimi dhe prurje dhe daljet e lojtarëve. Si të duket kjo Ignatia? Më e mirë se vitin kaluar, akoma s'ka arrit vitin e kaluar, apo ka dhe shumë vend për të kolauduar skuadra? Tani kjo ngjelet për të parë në vazhdim normalisht, sepse është akoma herët, por mendoj që lojtarët që kanë ardhur në merkaton e verës, mendoj që janë lojtarë kualitativ edhe janë lojtarë që ne do na ndihmojnë jashtë mase. Dhe kam besim që Ignatia do përsërisi vitin e kaluar. Shiko, ka shumë lojtarë që do të pyesja, apo po pyes vetëm për njërin, që ka bërë diferencën sapo ka ardhur. Me 2 fjali, Sergio Ujka. Unë Sergio e njoh sepse kam pas më parë dhe tek Laçi, është një lojtar me karakter të fortë dhe me potencë të madhe dhe mendoj që ai do na bëjë shumë punë këtë vit. Suksese të dielën kundër Elbasanit. Faleminderit. 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 Na
Gatit të tash ma bëj që të ma tash nisu me email nga joti me WhatsApp. Ashtu e, do